Ministri i Integrimit Evropian Bekim Çollaku, në emër të institucioneve të Kosovës, ka dorëzuar raportin mbi përmbushjen e kritereve në kuadër të procesit të liberalizimit të vizave tek shefi i Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar për ta përcjellë atë në Komisionin Evropian. E zëvendës ministri i Integrimeve Evropiane, Ramadan Ilazi, ka thënë për Tribuna Channel se puna duhet të vazhdojë me zbatimin e përpikt të legjislacionit që mbulohet në udhërrëfyes. Ne shpresojmë që deri në fund të këtij viti do të marrim rekomandimin për liberalizim të vizave, por përsëri do të thotë me sot ne atë çfarë është pritur prej anës sonë përfundohet, tani është tek Komisioni Evropian, ata do të vlerësojnë situatën reale edhe ne mbetim të shpresojmë që raporti do të vlerësohet pozitivisht edhe prej anës së Komisionit Evropian. Institucionet e Kosovës presin që pas analizimit të këtij raporti, Komisioni Evropian të dërgojë misionin vlerësues në Kosovë për të vlerësuar në terren përmbushjen e kritereve për liberalizim të vizave. Sipas zëvendës ministrit Ramadan Ilazi, institucionet vendore kanë bërë maksimumin që raporti ta reflektojë përmbushjen e plotë të këtyre rekomandimeve. Presim që pas dorëzimit të këtij raporti, Komisioni Evropian të reagojë shpejt të dërgojë një mision verifikues në Kosovë dhe ne shpresojmë që misioni verifikues po ashtu do të kryejë një punë në mënyrë efektive dhe do të gjejë që situata në Kosovë është përmirësuar për sa i përket çështjes së kushteve për liberalizim të vizave. Ky është raporti i tretë për mbledhës mbi përmbushjen e rekomandimeve për liberalizim të vizave dhe reflekton të arriturat në adresimin e rekomandimeve të raportit të Komisionit Evropian në vitin 2014. Përveç këtij procesi, Kosova në muajt e ardhshëm do të nënshkruajë edhe marrëveshjen e stabilizim asociimit, e cila shënon marrëdhënien e parë kontraktuale në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian.